Ditë më parë, këtë na e tregon kolegja Endrita Bajrami. Endrita, lidhja është për juve. Javën e kaluar, këtu në komunën e Mitrovicës së Jugut, pati goxha zhvillime. Në fakt, u prish koalicioni në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike, derisa fiks një javë pas krejt kësaj hallakame që u zhvillua këtu në Mitrovicë, u thirr seanca e kuvendit komunal, pjesa e parë se cilës u zhvillua para ditën e kësaj të martëje. Në fakt, para se 20 pikat e rendit të ditës të futeshin në votim, e më pas edhe të diskutohej për këto që kishin në pa formimin e komiteteve të ndryshme, Komitetit për Arsim, për Shëndetësi, për Zhvillim Ekonomik, pati disa kërkesa nga asamblesat e Partisë Demokratike këtu në Mitrovicë, të cilët që në fakt ofrimin një raporti më të detajuar për vërshimet që kapën edhe këtë komunë, apo më saktësisht u kërkua kompenzimi i secilës familje të prekur me nga 5.000 euro. Kërkesa e dytë ishte emërtimi i 2 urave mbi lumin Ibër me emrat e dëshmorit të Avni Koshtova e Bajram Rexhepi, derisa kërkesa e tretë që bursat për student të jenë të palimituara. Pikërisht këto 3 kërkesa ngjallën goxha debat këtu në sallën e kuvendit komunal në Mitrovicë, brenda tek të cilat në fakt u involvua edhe kryetari i komunës Faton Peci, kryesuesi i kuvendit në momentin që dëgjoi këto kërkesa, kërkoi nga asamblesat e Partisë Demokratike që të jenë pak më të saktë siç tha, derisa madje i njëjti tha që të njëjtat mund edhe të diskutohen mbledhjeve të tjera, por jo sot, pasi që sipas tij qenë paksa të palogjikshme dhe nuk mund të arrihen tani për tani. Në fakt, në kërkesën e parë për kompensimin e familjeve me të prekura nga vërshimet, kryetari Faton Peci tha që kompensime do të ketë, por në fakt krejt kjo do të bëhet në bashkëpunim me AME-n, derisa u theksua edhe se janë në pritje të raportit përfundimtar nga ekipi i cili është duke bërë vlerësimin e dëmeve. Por kryetari Faton Peci pati reagim edhe për kërkesën që u tha që tjetë e palimituar për bursat për studentët, pasi sipas tij, siç tha në fakt, këto Partia Demokratike e Kosovës, më saktësisht asamblesat e kësaj partie po e bëjnë këtë për pojina politik dhe se s'ka diçka që duhet jetë e pakufizuar, sipas Pecit çdo gjë duhet jetë të ketë një afat të caktuar e një koherencë, pasi u tha që dhe buxheti është aq i madh e i mjaftueshëm sa që të ketë bursa të jenë të palimituara për studentët. Derisa edhe për kërkesën e dytë për emërtimin e urave, u tha që s'mund të jenë të kufizuara, megjithatë asamblesat e Partisë Demokratike insistuan që kjo të hyjë si pikë e rendit të ditës dhe pas